Kryetarja e AK-s Ramosh Haradinaj është deklaruar pas 19 dështimeve për konstituimin e Kuvendit të Kosovës. Haradinaj ka quajtur mashtrues kryeministrin Albin Kurti. Fakti që çon dorën në kuvend dhe merr vendim si deputet, edhe shkone çon dorën në qeveri, pesoni është kriminale. Nuk mund deputeti që voton në legjislatur të votojë edhe në qeveri. Këtij po i zbulohet mashtrimi. Është mashtrues, po i del mashtrimi, ka thënë Haradinaj. I pari e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka shtuar se nëse ka kandidat konsensual për kryeparlamentar, do ta votonin. Ne kemi dhënë zgjidhje Kosovës jo atij, duke premtuar votën tonë që në ditën e parë për kandidat konsensual. Nëse ka kandidat konsensual, ne e votojmë. Vetëvendosja e ka kaluar pragun fal listës guxo alternativës, edhe kjo jona ashtu është, pa alternativën e listën guxo, as vetëvendosje s'do ta kalonte pragun, tha Haradinaj. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka treguar se pse nuk ka një marrëveshje me kryetarin e nismës social-demokrate Fatmir Limaj për krijimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve të 9 shkurtit. Kurti tha se është mirë që Limaj me nismën është kthyer në kuvendin e Kosovës dhe se kjo parti do të duhet ishte parti si motor me lëvizjen vetëvendosje. Madje Kurti tha se nisma në koalicion me AK-n e ka ndihmuar partinë e Ramush Haradinajt që ta kaloj pragun zgjedhor. Takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi, ku është rritur mirëbesimi, vullneti për bashkëpunim, mirë po ku nuk ka pasur mosmarrëveshje, thjesht për shkak të një insistimi para kushti, madje as kushti, për bashkëpunim në të ardhmen për pozitën e kryeparlamentarit. Tash unë jam në koalicion para zgjedhor me Guxo dhe Alternativa, një partie me 3 deputet, t'ja japim kryeparlamentarin, kur e kam një parti që është dyfishi për nga numri i deputetëve. Kjo e dëmton pari parueshëm arkitekturën e marrëveshjes para prake që vetëvendosja e ka me Guxon dhe Alternativën, nuk ishte një gjë e mundur, tha Kurti, kur u pyet se pse nuk ja ka dhënë Fatmir Limajt postin e kryeparlamentarit, çka do ta çonte Kosovën në zgjidhjen e Ngërçit dhe konstituimin e kuvendit. Kurti ka sfiduar edhe partitë e tjera që të votojnë kandidaturën e Albulena Axhiut për kryetare të kuvendit, duke u shprehur i sigurt se e ka shumicën e nevojshme për ta formuar qeverinë e re. Ai shton se nëse nuk arrin të sigurojë shumicën, kjo do të ishte një fitore politike për opozitën në Kosovë. Ata nuk besojnë që unë nuk i kam 61 vota për kryeministër, unë ju them atyre më testoni, nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota të deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e ka në dorë të më besojnë, le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj, pikërisht kjo do të ishte fitore për ta. Nuk do të ishte fitore për ta duke e bllokuar kuvendin dhe duke e pamundsuar korumin, tha Kurti. Më tej kryeministri në detyrë tha se beson se konstituimi legjislativi do të bëhej shpejt, derisa për emrin e Albulena Axhiut, e cila nuk ka arritur t'i marrë deri tash 61 votat e nevojshme për t'u ngjitur në krye të kuvendit, tha se ajo është propozimi më i dur nga vetëvendosje. Ne kemi besuar që do ta kemi konstituimin e kuvendit shumë shpejt. Kemi propozuar Albulena Axhiun që është gruaja më e votuar si deputete në legjislaturën e 9. Besoj që është propozimi i dur, përveç se ne jemi të obliguar që ta kemi propozimin si parti fituese. 57 deputet ishin për Albulena Axhiun, nevojiten 61. Në mesin e tyre nuk janë vetëm të koalicionit, LVV, Alternativa dhe Guxo, por edhe deputet të pakicave. Nuk arritëm t'i kemi 61 dhe provuam disa herë, tha Kurti derisa 1-1 foli se si dështoi fillimisht formimi për komisionin për verifikimin e mandateve, e që sipas tij më vonë ata që e kundërshtuan e kuptuan se e kanë gabim. Kreu në detyrë i qeverisë tha më tej se duke parë se nuk i kanë 61 vota, provuan që zgjedhjen tuaj presidentja.